Reforma zgjedhore ka një rëndësi themelore për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu shpreh ambasadori i Unionit në Tiranë, Silvio Gonzato, i cili gjatë prezantimit të projektit të ri të Këshillit të Europës, mbështetje për ciklin e procesit zgjedhor në Shqipëri, kërkoi bashkëpunim dhe ndryshime gjithëpërfshirëse në ligjin elektoral. Reforma zgjedhore përfaqëson një hap të mirë drejt integritetit zgjedhor. Nxisim palët për reformë gjithëpërfshirëse. Duhet një produkt i mirë. KQZ ka marrë hapa të rëndësishëm në analizën pas zgjedhore dhe ka paraqitur disa propozime. Depolitizimi është thelbësor. Reforma zgjedhore është pjesë domethënëse e rrugëtimit dhe zotimit që ka Shqipëria në grup kapitullin e parë për antarësimin në BE, e para që hapet dhe e fundit që mbyllet. Ndryshe nga diplomati i Bashkimit Evropian, kryekomisioneri Ilirian Celibashi u tregua më specifik në ndryshimet që duhet të kryhen në mënyrë që vendi ynë të përparojë në procesin e zgjedhjeve. Administrata zgjedhore, të paktën kështu sikur se është ndërtuar sot, nuk siguron të gjitha ato garancitë që do duhet të japi, do duhet të sigurojnë në lidhje me administrimin profesional të paanshëm dhe transparent të procesit zgjedhor. Absolutisht kjo nuk do të thotë që partitë politike të zhvishen tërësisht nga mundësia për të qenë pjesë e administrimit, por jo sikurse është sot ku 100% ky proces administrohet prej tyre. Në kuvend pritet të nisë punë komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore së shpejti, ndërsa do të adresohen një sër rekomandimesh të aktorëve të jashtëm, por edhe të institucioneve.